Sot detyrë kemi gjethen e vjeshtës. Dhe edhe Perla ka arritur edhe tek ngjyrosja. Ka mbaruar shkrimin ku lexon gjethe. Gjethe dhe po ngjyrosim gjethen. Bravo edhe Amelia. Jepi, vazhdo, mbaroj rrishtat Alea. E vogla Belkiza po ngjyros, bravo. Amari mbaroi, do të marri lapsin për të ngjyrosur. Raiden i mirë vazhdo. Bravo i vogli, jo ngjyrose gjithë gjethen, ngjyrose. Deoni, ngjyrose gjethen, gjithë, merr lapsin prap. Dale çoj edukatore, bravo dhe Ismaili vazhdo, mbaroj rrishtat. Bravo Noe, ha vazhdo Noe, se një rrisht ke bër. Vazhdojmë, dale dhe Anajdi. Me edukatoren, jo me zgravit këto, këtu edukatore, mirë. Vazhdojmë, ja të t'jap lapsin edukatore, tash që ngjyrosën gjethen. Si çdo herë kemi detyrë, por sot e kemi detyrën të veçantë. Pse është e veçantë? Sepse do të vizatoni në fleta të bardha. Edukatoria këtu ju ka bërë vjeshtën, do ju ndihmoj dhe juve këto fletat tuaj, ju do e bëni me dorën tuaj. Të shkojmë edukatorin? Bravo, Alea, bravo. Dale Raila, Raila. Bravo dhe Raila. Dale Medina, bravo Medina. Pritshom edukatoria dhe Alkisin. Bravo Alkisi. Pritshom edukatoria Perlën, Perla. Hiqe dorën çoj edukatoria. Bravo. Dale. Raiden, mirë, bravo. Dale çoj edukatoria edhe Ismaili hiqe dorën çoj edukatoria. Bravo. Dale edhe Amelia, bravo. Plum. Tash vetëm do ngjyrosim me edukatoren. Fëmijë, sot kemi një detyrë të veçantë. Ndryshe nga herët e tjera që vetëm vizatojmë dhe ngjyrosim, sot kemi aplikacion dhe do të bëjmë gjitjen e gjetjeve të vjeshtës. Gjitjen e gjetjeve. Ja, Alkisit i ka dhënë edukatora fletën e bardhë edhe shkopin që do të marri dhe pjata e vinovilit tu që do hedhim gjitsin. Dale shkopin dhe ju tjerë, i keni gjithë shkopa në dorë? Po, të gjithë kemi fletët e bardha, enën e gjitsit të vinovilit edhe shkopin të gjithë. Tash do të shpërndaj edukatoria ngjitsin edhe nga një gjethe në dorë. Gjethe vjeshte. Gjethet i kemi me 3 ngjyra. I kemi të verdha, portokalli dhe bëj kafe. Si ndryshon ngjyra e gjethes derisa thahet fare. Tani e themi gjithë ngjyrat e gjetheve të vjeshtës e verdh. Gjithë. Portokalli dhe bëj kafe. Bravo! Tash do shohim edukatoren se si do t'i ngjisni gjethet e vjeshtës. Kujdes! Anajdi, bjerë figurës me dorë. Bravo Anajdi! Edhe Rajdeni shtype me dorë edukatore figurën. Bravo, e ke vënë vetë, bravo të luk dora e vogël. Prit, Amari është duke mbushur me vinovi, edhe ajo Belkiza vogël, edhe Alea, vazhdo Alea. Prit, bravo dhe Perla, bravo dhe Amelia. Do ta kthesh Amelia? Po vërë edhe këtu një pak gjitës, prisi edukatore gjitës. Dale, bravo, bravo Alkisi. Shtype me dorë fort që të ngjitet mira, shtype me dorë, shtype figurën. Bravo Alkisi, lumë, mi edukatore sëshe. Deoni, shtype me dorë atë gjethen. Bravo Deoni, të lumë, bravo Deoni. Je shumë i mirë. Vazhdojnë, të shoj edukatoria? A erë do drejt fundit e mbushët e pikuat gjithë gjethen me vinovil. Do e... Edhe këtu pak, Amari, edhe këtu ke Maja dhe aty te bishti. Po, edhe këtu vëri qik shpejt njëcë. Do t'a kthesh, ha? Prit t'a kthej me edukatoren. Prit, kështu, kujdes tashi se jemi disë dy kësaj dhe të grisët figura. Shtype me dorë tashi. Alea, bravo. Bravo, e ke vënë shumë bukur, bravo. Dale, prit Perla edhe pak këtu, o Perla, prit me edukatoren. Dale të vëj edukatore pak këtu, prit. Edhe pak këtu, edhe këtu. Dale ta kthej me edukatorin qik tashi? Hishe dorën andi, të të nimoj pak. Dale, një minut. Shtype tashi me edukatorin, pam me dorë. Shtype me dorë. Bravo Perla, lumë. Bravo. Dale, e vure mirë, bravo. E vure vetë, mirë të lumë. Kështu do t'i në kam gjethen, mirë shumë bukur, e ke bërë shumë bukur. Bravo Amelia, të lumë. Je shumë e mirë, bravo. Belkiza, ngjite fort tash i bjerë me dorë shpejt detyrës. Bravo, je shumë e mirë, bravo. Edhe Belkiza ngjiti njësoj si Amelia gat. Amari e vure, ta shoh edukatoria? Ktheje tash, ktheje me edukatoren kështu. Shtype tash Amari, shtype. Bravo, je shumë i mirë Amari.
Ta marrë edukatore fletën? Bravo.